Ish ambasadori i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara Roland Bimo, i ftuar në emisionin Law, ka komentuar situatën në Ballkan pas deklaratave të fundit të presidentit amerikan Donald Trump lidhur me marrëdhëniet me Serbisë dhe Kosovës. Bimo vlerësoi se Trump po ngre flamurinë e paqebërësit në botë, duke nënvizuar se marrëdhëniet e pazgjidhura mes Kosovës dhe Serbisë mbajnë rrezikun e një konflikti të hapur. Kosova dhe Serbia janë në një pozicion që nëse nuk zgjidhin marrëdhëniet, mbetet një konflikt i hapur dhe për këtë Trump ka të drejtë, ka thënë ai. Ish ambasadori shtoi se sfidat rajonale përkeqësohen edhe për shkak të përplasjeve gjeopolitike mes perëndimit dhe fuqive si Kina, Irani dhe Rusia, që mbajnë një linjë të përbashkët. Serbia nuk do të ketë një jetë politike të vështirë nga sot e tujte, sepse nuk mund të rrijë gjatë në karriget e perëndimit dhe lindjes në të njëjtën kohë, ka theksuar ish ambasadori Bimo. Ai po ashtu parashikoi se Ballkani do të vazhdojë të qëndrojë në orbitën e perëndimit, duke paralajmëruar sfida të vështira për Serbinë në periudhën që vjen, si pasojë e presionit të shtuar pas deklaratave të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotit Donald Trump.